Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pak orë larg finales, Gjesti ka 2 fjalë për Jozin. Në ditën e fundit brenda shtëpisë, vetëm pak orë para finales së madhe që do të mbahet sonte në mbrëmje, banorët ishin të ftuar në një lidhje direkte me emisionin ku biseduan me moderatoren Sidorela Gjoni. Gjatë transmetimit live, Sidorela i drejtoi Gjestit një pyetje interesante. Çfarë do të thojë atyre që i përcjell nga dera e kuqe apo edhe me zarf të zi në këtë rast? Me qetësi dhe maturi, Gjesti u përgjigj. I falenderoj që kanë qenë këtu normal, kanë qenë shumë të mirë, por nuk e kanë pasur fatin që qëndronin brenda. Nuk kanë mundur të luajnë, nuk kanë mundur të përballojnë dhe fati i keq i ka përcjell. Ne nuk jemi dorëzuar, sot jemi këtu. I përshëndes të gjithë. Finalja e shumë pritur do të kurorëzoj fituesin e këtij edicioni mes 4 finalistëve, Gjesti, Rozana, Egli dhe Laerti.